Konsumoni 20 kokra qershi çdo ditë dhe do të trajtoni një nga problemet më të mëdha pas moshës 50 vjeçare. Nuk ka njeri që të mos jetë i marrosur pas qershive. Është e pamundur të mos hutohesh nga larmia e nuancave të kuqes në treg. Por cilat janë vetitë e qershive dhe çfarë ndodh nëse i konsumoni ato çdo ditë? Qershit përmbajnë nivele të mira të vitaminës A dhe vitaminës C dhe nivele të larta të kaliumit. Vlerat shëndetësore që marrin pas konsumit të qershive janë të larta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ato ofrojnë nivele të mira të vitaminës A, vitaminës C, që përfshin një sistem imunitar më të shëndetshëm, veti superiore të lehtësimit të problemeve dhe përmirësim të shikimit, veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe zvogëlon riskun e formimit të gurve në veshka, citoi studimi. Qershit janë një nga burimet kryesore të antioksidantëve, të fuqishëm kryesisht që gjenden te frutat dhe perimet që kanë një ngjyrë të kuqe, vjollcë ose të errët. Një ushqim i pasur me antioksidantë do të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur jeon për shkak të çlirimit të dhimbjeve dhe sëmundjeve si artriti. Kohët e fundit të zbuluar se qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbje të ndryshme muskulare. Fal antioksidantëve që ato bartin, do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësim të komplikacioneve. Një ushqim i pasur me antioksidant do të ulë riskun e prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, citoi studimi. Kjo fal antioksidantëve antiinflamator që ato i përmbajnë me shumicë dhe vitaminës C dhe antioksiduesve. Dëgjoni në këtë video arsyet kryesore pse këtë frut të shijshëm duhet ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Kjo fal elementëve ushqyes që ato bartin në luftën kundër komplikacioneve dhe mbrojtjen më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Qershit të konsumuara brenda normës së rekomanduar ditore mund të ofrojnë një gjumë më të mirë në mbrëmje. Sipas studimeve, vetita antiinflamatore të qershive do ju ndihmojnë të flini më mirë në mbrëmje. Një ditë e ngrohtë, e nxehtë dhe konsumi i këtij fruti në mbrëmje do jetë thelbësor për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve, citoi studimi. Ndaj, konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të ofrojë një mbrojtje cilësore të gjumit dhe lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Qershit ndihmojnë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve fizike. Qershit janë të pasura me një natyrë të lartë të kaliumit, të cilët do të çojnë në impulse të mira elektrike në të gjithë trupin tuaj. Ky mineral do të ndihmojë në ruajtjen më të mirë të tensionit të gjakut dhe hipertensionit, rihidratim, në rritjen muskulare, impulset nervore, gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të zemrës dhe ekuilibrat më të mirë të pH-it. Një gotë me qershi e konsumuar mund të ofrojë 330 mg kalium, që përbën rreth 10% të dozës së rekomanduar ditore të kaliumit. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj ditore dhe si e tillë do të luajë një rol fantastik rigjenerues për trupin në luftën kundër komplikacioneve. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në luftën e inflamacioneve. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden me shumicë tek qershit mund të ndihmojnë në paksimin e dhimbjeve dhe zvogëlimin e inflamacioneve të shkaktuara kryesisht nga osteoartriti. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të forcojë imunitetin tuaj. Si të gjitha frutat dhe perimet e tjera, qershit janë të pasura me doza të larta të antioksidantëve, përbërës të tillë që do të luftojnë edhe problemet e virozave. Flavonoidet që gjenden me shumicë të qershit do të luajnë një rol të mirë në luftën kundër infeksioneve dhe problemeve të imunitetit. Studimet kanë treguar se elementët ushqyes që gjenden te qershit do të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, në rritjen e shëndetit tuaj dhe paksimin e komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë qershit si një nga frutat më të mirë për shëndetin, gjithashtu edhe në luftën kundër inflamacioneve dhe reduktimin e problemeve që i kanosen trupit tuaj. Qershit janë padyshim një nga super ushqimet e stinës së verës, të buta dhe plot lëng, mund të jenë gjithashtu edhe të ardha,
por shija e tyre e mrekullueshme do të luajë një rol parësor në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vetëm një tas me qershi në ditë do të ofrojë 90 kalori, antioksidantë dhe vitaminën A dhe vitaminën C, shumë të rëndësishme këto edhe për dietën tuaj ditore. Konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt do t'i ofrojë trupit tuaj edhe element ushqyes mjaft të rëndësishëm kundër problemeve të kolesterolit dhe të mbipeshës. Krahas vlerave të tyre të larta për mbrojtjen e shëndetit, ato janë të jashtëzakonshme edhe në rritjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vetëm sigurohuni t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe ndikimet që do të keni në organizëm do t'jenë gjithashtu shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja të qenësishme. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qershive në dietën tuaj ditore. Krahas vlerave të larta ato ndihmojnë organizmin edhe në reduktimin e inflamacioneve. Qershit janë një burim i madh i antioksidantëve dhe për këtë arsye ato do të ndihmojnë në rigjenerimin e shëndetit dhe të kockave. Mjekimi lidhur me reduktimin e acidit nitrik në trup është faktori kryesor i problemeve të cilat lidhen edhe me dhimbjen e kockave. Gjithashtu qershit do të ndihmojnë edhe në lehtësimin e problemeve dhe inflamacioneve të presionit të ulët të gjakut dhe komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj. Qershit janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë në dobi të vlerave të trupit. Qershit ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, pasi janë të pasura me elementë të rëndësishëm të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurisht qershit janë të shëndetshme, si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Antocianina, antioksidanti kryesor sipas mjekëve, rrit me 50% prodhimin e niveleve të insulinës në trup duke ndihmuar kështu organizmin edhe në rigjenerimin e gjakut. Qershit do të ndihmojnë kundër problemeve dhe sëmundjeve në zemër, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët rendisin qershit si një prej frutave më të rëndësishëm ushqyes në dietën tuaj, që mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qershit ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Qershit ndihmojnë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ndihmojnë gjithashtu edhe në reduktimin e yndyrnave të këqija, duke i dhuruar trupit më shumë energji të shëndetshme. Qershit ndihmojnë në luftën kundër problemeve të cilat nxiten nga radikalet e lira në trupin tuaj. Një dietë e pasur me qershi mund të ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të cilat mund të ndikojnë në organizëm, duke qenë të pasura me fibra dhe proteina të tretshme do të ulin në riskun e sëmundjeve të ndryshme, siç mund të jenë ato të zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj në këto raste. Qershit do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të memorjes. Janë një nga burimet më të mira të antocianinës që do të thotë sipas studimeve do të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin e memorjes. Ky frut i shijshëm do të ndihmojë trurin tuaj të përmirësojë funksionet e tij dhe të rrisë performancën ndër vite. Konsumi të paktën një tas me qershi do të ndihmojë edhe trupin tuaj në cilësinë më të mirë të gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe në cilësinë më të mirë të gjumit. Kjo pasi janë të pasur me elementin e melatoninës, i cili do të ndihmojë në qetësimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Këshillohet të konsumoni qershi të freskëta, ato të cilat janë plot me lëng në mënyrë që përfitimet në organizëm të jenë të menjëhershme dhe të mos ndikojnë në shumë aspekte të dëmshme të trupit. Sigurohuni të përzgjidhni qershitë e duhura në dietën tuaj, edhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu i fuqishëm në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, citoi studimi sipas Healthline. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.